Patjetër, ka siguruar nga përgjegjësia civile. Çfarë do të thotë përgjegjësia civile? Pra do thotë që nëse ndodh një defekt në ndërtim, që është gjatë kohës që është ndërtuar. Se kur ja jep Çelsa në dorë nuk ka siguri, domethënë? Jo, pallati sigurohet në rast se ka një defekt teknik. Pra gjatë kohës që është duke ndërtuar ndodh. Është bërë shtrëmbër. Po pra, e shiti, nuk ka përgjegjësi më ai. S'ka përgjegjësi më. Kjo sigurim, që është sigurimi i ndërtuesit, është gjatë 10 vjet edhe sigurohet me një vlerë të pallatit për shembull. Po këtë administratorin e përmeni njeriu? Administratori pastaj nuk e di ku është. Përmeni njeriu? Kishte administrator pallati? Kishte. Se na vin patronazhisti.com, na emëron administratorët pa i pyet fare. U arrestua dhe u liruar fare na vinë për pallate. U arrestua administratori? Ishte një emër? Unë e di që u arrestua. Po? Atëre nuk. Po prit një sekond se nuk e kuptova Administratori i këtë. marketit edhe Po. Dy punojse Atëre kur miraton u sjellsi duhet. Po se s'do bëjmë triko këtu tani, ha. Jo triko mos. Po pra, ha. Çorape, kur miraton u sjellsi. Është debat. Miraton u sjellsi nga do çorapet e xhamit. Digi fiet. Kur miraton u sjellsi do të sjellë kapacitetin e ujit për e për të gjitha. Po, është e vërtet. Miraton zjarr fiksia, është bërë ndërtim pa leje apo se ka parë fare vendin që hyn zjarr fiksa, të lutem. Se kanë parë hiç. E kupton? Po. Kështu që aty shpërndahet jashtëzakonisht përgjegjësi. Jo, ka qenë projektuar, po shit për market. Ndërkohë, Ishte më e rëndësishëm, shite më shumë metre katror. për me njëri marketin fare, dhe më duket e po jetojnë disa fëmijë të vegjël, kaq e mbyllë për. Po të Se i fëmijët kishim, janë të rrezikshëm. pse e hëngrën fëmijët e vegjël. Po ata të marketit që nxorën mbeturin aty jashtë? Që mos dënohet njëri, po jeton. Bravo marketi. Patjon, si e lexon ti këtë? Do me thënë, gjithë problemi që kemi... Jo, një sekund se fillova të pyes Elvisin. Elvis, ma qartëso pak situatën tani. Ky siguracioni 10 vjeçar. Po 10 vjeçar sigurimi. Nuk ka mbaruar i bie. Jo, ka filluar, nuk mbaron. Si ka mbaruar? Do me thënë, mbaroi pallati? Mbaroi pallati. Po? Për të marrë, për ta mbyllur, për ta shitur, ndërtuesi do të blejë sigurim në që është përfituesi është blerësi, deri në 10 vjet mbi pronën e. Pra ishte i siguruar. Po jo nga zjarri, është i siguruar nga defekte teknike. Po zjarri apo nuk ndodh? Tani do të ndahet ajo. Po pse bëni siguracione pa paketa zjarri ju? Jo, qytetarit ta blejnë për veten e vet sigurimin ndaj zjarrit. Të bëhet me detyrim o zotri? Po nuk e vendos kompania private. Nuk e vendos kompania private. Jo, më ta vendosi shteti, çfarë do të thonë? Shteti, po, mund ta vendosi. Po? Në ca shtete e ka, ca se ka, por në radhë parë është sigurimi duhet ta marrë vetë qytetari për veten e vet, që të jetë i mbrojtur për veten e vet, nga ana financiare. Edhe çfarë do bënte kompania jote në këtë rast zjarri për shembull nëse do ishte i siguruar? Keni zjarr fikse tuaja ju? Në atë pallat kemi 2 të siguruar, që biles janë të siguruar nga banka, kanë marrë kredi dhe banka e siguron atë. Është detyrueshme kur jep. Po çfarë quat ju? Quat helikopterin aty ju? Bërën me helikopter ata? Jo, më realisht e kam se. Nuk quam helikopterin sepse fund ditës neve vetëm konstatojmë çfarë ndodhi. Nuk merremi me fik zjarr. Apo ju shpërbleni domin? Ne vetëm shpërblej financiarisht individin ose bankën ose kush është. Dhe nëse humb jeta, shpërblimi është më i madh kam përshtypjen. Po patjetër, aty është shkruar në ligj me fasha me të gjitha, pa problem. Okej. Do më thënë. Ta dëgjojmë çik Fationi një sekondë e pastaj më njëherë kalojmë te debati. Shiko, po flasim për dëme materiale dhe për kompensim për shkak të siguracionit. Po. Për fat nuk kishim viktima se do të ishim në tjetër diskutim sot, nëse do kishim viktima. Do ishte harru për 3 ditë. Pra, nëse në rastin konkret